Vrasja bujshme në Prishtinë, gazetaria e njohur zbërthen lëvizjen e babait të Naimur Selit pas varimit të Liridona Demajt. Gazetaria e Vis Ahmeti ka dhënë detaje në lidhje me vrasjen e Liridona Demajt dhe qëndrimet që ka mbajtur familjar tek kësaj të fundit dhe bashkëshortit të saj dyshuar si autori i vrasjes, Naimur Seli. Në një intervistë ajo theksoi se ka shkuar në familjen e Ademajt, ku ta afërmit kanë treguar se çifti kishte marrëdhënie të mirë dhe ishin të habitur se si kishte ndodhur ngjarja. Sa i përket babait Naimit, Shaban Murseli, ky i fundit kishte udhëtuar 35 orë për të marrë pjesë në varim, ndërsa shtoi se familja e Ademajt kanë ikur nga shtëpia e Murselit sapo kanë marrë vesh se Naimi është arrestuar. Në varim nuk kanë qëndruar. Pas varimit shkova sërish tek familja Demaj. Jam futur fillimisht tek dhoma e burrave, më pas tek ajo e grave të kuptoj pak më shumë. Ata ishin të gjithë të çuditur, flisnin për një marrëdhënie të lumtur mes Liridonës dhe Naimit. E kishin ndjekur intervistën time me Shabanin 2 orë para varimit. Kishte udhëtuar 35 orë, kishte ardhur në 7:30. Familja Liridonës e kishin kuptuar Naimur Selin nga qëndrimi që kishte mbajtur në varim, ka treguar ajo.